Selamun Aleyküm Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat sallallahu alaihi wasallam Ju tashmë keni lexuar për dhimbjen, për pjekjen dhe guximin e të dërguarit të Allahut, pra të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për vendosjen e tauhidit në botë, si dhe për faktin se ai qëndroi si një shkëmb i fortë përballë çdo forme të shirkut dhe foli të vërtetën kundër besimeve të devijuara, të gabuara të çdo populli. Duke folur për këtë temë, Hazret Mesihu i premtuar alayhi salatu wassalam thot: duhet të merret parasysh se me çfarë qëndrueshmërie i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam qëndroi i palëkundur në deklaratën e tij për profetësi, pavarësisht se u shfaqen mira rreziqe, u ngritën qindra mira kundërshtar, pengues dhe kërcënues, dhe ai mbeti i fortë nga fillimi deri në fund. Për vite të tëra, ai pa vuajtje të tilla dhe përballoi dhimbje të tilla që e bënin çdo sukses të duke krejtësisht i pamundur. Madje vuajtjet ishin që çdo ditë shtoheshin, aq sa nuk mund të imagjinohe që nga kjo rrugë të arrihe ndonjë objektiv i kësaj bote. Madje vuajtjet ishin që çdo ditë po shtoheshin, aq sa nuk mund të imagjinohe që nga kjo rrugë të arrihe ndonjë objektiv i kësaj bote. Madje, duke shpallur profetësinë, ai humbi edhe bashkësinë e tij të parë, të afërmit dhe lidhjet farefisnore. Pra, edhe të afërmit që ishin të lidhur me të, i humbi. Dhe thot, duke thënë një fjalë, ai fitoi përçarje të madhe dhe tërhoqi mbi vete mira sprova. Ai u dubua nga vendi i tij, e ndoqën për ta vrarë. Ja shkatruan shtëpinë dhe pasurinë. Disa herë i dhan helm. Ata që ishin dashamirës u bën armiq dhe ata që ishin miq filluan armiqësi. Për një kohë të gjatë, profeti sallallahu alaihi wasallam duroi vuajtje të hidhura, të cilat nuk mund t'i përballoj dot një mashtrues apo hipokrit. Ai ishte aq i drejtë për drejt në të vërtetën, saqë duke predikuar tauhidin i bëri kundërshtar të gjithë popujt, të gjitha sektet dhe njerëzit e të gjithë botës që ishin të zhytur në shirk, duke i ndaluar të afërmit e tij nga idhujtaria, i bëri ata armiqtë e tij të parë. Ai u përplas edhe me hebrejt, sepse i ndaloi nga adhurimi i krijesave
nga adhurimi i shenjtorëve उसी की तकलीफ से dhe nga veprat e këqija. जिससे उनका दिल जल गया I ndaloi të diskreditonin dhe të fyenin Hazret Isain alayhis salam, gjë që i zemëroi shumë हाथ में रहने लगे dhe i shtyu drejt armiqësisë së ashpër, deri në atë pikë sa क्योंकि të prisnin çdo moment për ta vrarë atë. हज़रत ईसा को Po ashtu edhe të krishterët u zemëruan, ना खुदा का बेटा sepse ai nuk e shpalli Hazret Isain as Zot dhe as bir të Zotit, आतिश परस्त siç और सतारा ata besonin, नाराज हो गए dhe as nuk e pranoi se ai u kryqëzua për të shpëtuar të tjerët. की परस्तिश से मुमानियत की गई Edhe adhuruesit e zjarrit dhe të yjeve u zemëruan, को सिर्फ sepse edhe ata i ndaloi të adhuronin hynit e tyre जाए इंसाफ है dhe shpëtimin कि क्या e दुनिया lidhi हासिल करने की vetëm यही me तकलीफ थी tauhidin, बताया जाता है कि आंसर me njëshmërinë e Allahut. दुनिया हासिल की उस जमाने के लोग इंतजाम लगाते थे Tani gjikoni me drejtësi. कि हर एक फिरका A ishte kjo vallë mënyra हजार बातें për të fituar botën, कि pra për të fituar pasurinë ose materialen? जिससे कमर बांध Kundërshtarët e akuzojnë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam se ai kërkonte përfitime materiale. कुछ जरा भी जमीद बनी होती Por ai u sa çdo grupi të vërteta, të qarta dhe të ashpra, të cilat i lëndonin, aq sa të gjithë u përgatiten për ta kundërshtuar करने के dhe zemrat e tyre u thyen. Madje para se të kishte krijuar ndonjë forcë apo mbështetje, profeti sallallahu alaihi wasallam i nxiti të gjithë kundër vetes, deri në atë pikë sa ata u bën të etur për gjakun e tij. क्या को फायदा Edhe sot orientalistët e përsërisin këtë akuzë, por nuk mendojnë जमाना साजी a do të merrte përsipër në një njeri diçka të tillë झूठा कहा था për përfitime personale? को सच्चा भी कहा जाता अगर इतने ही जमाने के पीछे चलना Nëse Mesiu premtuar Islam vijon, nëse do të ishte qëllimi përfitimi i kësaj bote, atëherë do të ndiqte një rrugë tjetër. Disa do t'i quante të gabuar dhe disa të drejtë, बाद मुवाफिक भी हो që të kishte edhe kundërshtar, edhe përkrahës. को कहा जाता कि तुम्हारे ही लात Madje सच्चे nëse ai तो वो तो do t'u thoshte गिर पड़ते arabëve और जो चाहते उनसे se Lat dhe Uzza janë कारब और हमियत कौमी में बेमिसल थे kanë të drejtë, ata me njëherë do të përuleshin para tij dhe do t'i bindeshin plotësisht, sepse ata ishin të lidhur fort me fisin dhe nderin e tyre dhe ishin të gatshëm për çdo sakrificë. Pra, nga që ata e kishin farefis profetin, andaj do të sakrifikonin çdo gjë për të. और बदलो जान इतात इख्तियार करते आप Pra, profeti sallallahu alaihi wasallam mjafton të pranonte ndonjë pjesë të idhujtarisë, किया था ata do të sakrifikonin gjithçka për të. लेकिन सोचना चाहिए Por हाँ हजरत duhet menduar, यकलख्त हर एक खेश व बेगाना से në fakt idhujtarët këtë ja kishin paraqitur si kërkesë, por thot Mesiu i Islam duhet menduar इससे që ai u përplas menjëherë me të afërmit और dhe të huajt से dhe u kap fort vetëm pas tauhidit, बल्कि जान से i मारे cili जाना në atë kohë ishte gjëja më e urryer në për botën dhe që sillte vështirësi të panumërta dhe madje rrezik për jetën. इसी के बायस से Cilin qëllim të kësaj bote synonte vallë duke u kapur fort pas tauhidit, एतकाद पर इसरार करने से kur ai tashmë kishte humbur gjithçka për shkak të këtij besimi, कैद और përse vazhdoi të këmbëngulte në të njëjtin besim, për të cilin sapo e shpallte, muslimanët e rinj बल्कि आपके përballeshin me burg, बर्दाश्त करनी zinxhir ऐलान करने थे dhe rrahje të क्या rënda. दुनिया कमाने के लिए यही ढंग था कि हर एक Pra, jo vetëm ai vet, por edhe ndjekësit e tij duhet të duronin vuajtje të mëdha vetëm sepse shpallnin tauhidin, njëshmërinë e Zotit. सबको एकदम Mesiu premtuar Islam vijon, ai ishte kjo vallë, mënyra për të fituar botën, që secilit t'i thoshte një fjalë të hidhur e cila ishte në kundërshtim me natyrën, zakonin, dëshirën dhe besimin e tij, dhe kështu të gjithë për një herë të bënte armiq për vdekje, pa mbajtur lidhje as me një apo dy popull. A veprojnë kështu ata që janë lakmitar dhe dinak? Ata që kanë dëshirë për përfitime apo duan të tregojnë zgjuarsi e hile? कि भाई अखबार की सारी दुनिया को अदावत करने का जोश दिलावे और अपनी जान A përdorin ata metoda të tilla që edhe miqt मतलब साधने के लिए t'i bëjnë armiq? सबसे सुलहकारी इख्तियार करते हैं
और हर एक फिरके को सच्चाई का ही सर्टिफिकेट देते हैं। A është ky parimi i atyre që duan ta fitojnë botën me mashtrim, उनकी आदत कहाँ हुआ करती që menjëherë të nxisin gjithë botën në armiqësi dhe ta vendosin veten në gjendje shqetësimi të vazhdueshëm? कुछ ध्यान रखा करते Hileqarët për të arritur qëllimet e tyre zgjedhin pajtimin me të gjithë dhe çdo grupi i japin dëshmi të së drejtës. Nuk është natyra e tyre të mbajnë një qëndrim të vetëm për hir të Allahut. कि जो शिकार Të tillët nuk mund të tregojnë qëndres për njëshmërinë dhe madhështinë e Allahut. Që punë kanë ata që të durojnë vuajtje për hir të Allahut? चाहते हैं Ata si gjuetari करते हैं i vendosin kurthet atje ku kapja e gjahut është më e बहुत lehtë. ज्यादा हो। Nëse duan të kapin dikë me mashtrim, përdorin metoda të tilla ku ka pak mundim dhe shumë përfitim të kësaj bote. करना और हर Hipokrizia është zanati i tyre dhe laikatimi është natyra e tyre. एक रसूल होता है। Flasin ëmbël me të gjithë अल्लाह अल्लाह dhe mbajnë lidhje me çdo lloj njeriu. हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। Me muslimanin thon Allah, Allah, me hindun thon Ram, Ram. जैसी मजलिस हो वैसे ही अपने आप को ढाल लिया। Në çdo kuvend इनको खुदा से क्या pajtohen me pon, और इसके साथ वफादारी करने से क्या वास्ता। në çdo kuvend pajtohen me pon, me po dhe me jon, me jo. इधर उधर का गम Sipas लगा kuvendit e përshtatin edhe veten. Ata nuk kanë asnjë lidhje me Allahun dhe asnjë ndjenjë besnikëri ndaj tij. होता है। Pse do të merrnin mbi vete shqetësime të kota? तेरा रास्ता Mësimi i tyre është vetëm ky, secilit t'i thuhet se rruga jote është e drejtë. Mendimi yt është i saktë गरज dhe की राह ajo और që e ke नाराज, kuptuar ti është e हक vërtetë. और बातिल और नेक और बद पर कुछ नजर ही नहीं होती, बल्कि जिसके हाथ से Çfarë lidhje mund të kenë vallë të tillët हो जाए me Allahun वही उनके dhe me सामने besnikërinë ndaj Allahut? और जेंटलमैन होता है। और Dhe जिसकी तारीफ çfarë से nevoje किसी का kanë करता हो नजर आवे, që jetën e किसी को tyre मुक्ति पाने वाला, të rehatshme ta ngarkojnë किसी का kot मालिक बना देते हैं। me वही shqetësime सबक बन जाता है उनके लिए। Këtej andej, mësuesi i tyre u ka dhënë vetëm një mësim, që secilit i thuash se rruga jote është e drejtë, mendimi yt është i saktë dhe ajo që ti e ke kuptuar është e vërtetë. Shkurt, të tillët nuk dallojnë fare mes së drejtës dhe të shtrembërës, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम mes së vërtetës dhe të pavërtetës. और साफ बातन Por खुदा के लिए kur जामबाज, shihen ngjarjet e Hazrat Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, बिल्कुल vula e profetëve bëhet krejtësisht e qartë खुदा पर se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte në shkallën më të lartë i një trajtshëm मर्जी में me brendësi të pastër, i gatshëm të sakrifikonte jetën për hir të Allahut, कि तौहीद i की kthyer मनाफिक plotësisht nga krijesa क्या बला dhe i mbështetur vetëm tek Allahu. और मुशरिक Ai, के हाथ से duke क्या- u क्या- zhytur në vullnetin e Allahut, और nuk u जब shqetësua as pak se çfarë fatkeqësisht do t'i vinin mbi kokë për shkak të shpalljes së tauhidit dhe se çfarë dhimbjesh do duhej të duronte nga idhujtarët. Përkundrazi, जो जो शर्त ai i pranoi mbi vete të gjitha vështirësitë dhe i zbatoi urdhrat e Zotit të tij. वाले को Ai përmbushi çdo kusht të përpjekjes, कहते हैं të predikimit dhe të këshillës dhe nuk u dha asnjë vlerë kërcënimeve të askujt. और फिर कोई ऐसा खुदा पर तवक्कुल करके Sinqerisht ju them të vërtetën, खुला खुले në historinë e të gjithë profetëve nuk gjendet askush tjetër që të ketë hyrë në rreziqe të tilla, që duke u mbështetur tek kështu tek Allahu, इस्तिक्लाल करने वाला të एक भी ketë साबित नहीं। ndaluar haptazi यहाँ की shirkun तारीफ देख लो, dhe adhurimin e krijesave, कहीं भी साबित नहीं। të ketë pasur kaq shumë armiq सोचना चाहिए। dhe prapë se prapë सब हालात të ketë të ketë treguar një qëndrueshmëri të tillë. अंदरूनी Shikoni historinë e profetëve, një qëndrueshmëri e tillë nuk gjendet askund. Prandaj, me pak ndershmëri duhet menduar se si të gjitha këto gjendje dëshmojnë për vërtetësinë shpirtërore të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Për më tepër, një njeri i arsyeshëm, kur mendon thellë, e kupton se koha në të cilën ai u dërgua ishte një kohë që kishte nevojë të madhe për një reformator hynor dhe për një udhërrëfyes qiellor. पूरी वाकई में सच्ची और ऐसी थी जिसकी निहायत जरूरत थी। Po kështu, वरना ऐसा था बिगड़ा हुआ, उसको जरूरत थी edhe कि mësimi किसी मसले की që ai, pra profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam solli, ishte vërtet i drejtë dhe i domosdoshëm. तमाम उमूर की जामे Pra थी। koha ishte degeneruar dhe kishte nevojë për një udhërrëfyes dhe nga ana tjetër pikrisht atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam u dërgua me një mësim që përfshinte gjithçka që plotësonte nevojat e kohës. लाखों सीनों पर Thot Mesihut sallallahu dhe ndikimi i tij ishte i tillë që tërhoqi qindra mira zemra
drejt së vërtetës dhe gdhendi në qindra mira krahëror, la ilaha illallah, nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut. Qëllimin e profetësisë, pra mësimin e parimeve të shpëtimit, e arriti me një përcosmëri që asnjë profet tjetër nuk e ka arritur. Prandaj, kur njeriu i sheh këto gjëra, nga zemra shpërthen vetvetiu kjo dëshmi se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është me të vërtetë një udhërfyes i dërguar nga Allahu. Ai që e mohon nga paragjykimi dhe kokforcia, sëmundja e tij është e pashërueshme. Edhe sikur ta mohojë vetë Allahun, përndryshe, nga të gjitha këto shenja të vërtetësisë që janë mbledhur tek ai, le të tregojë dikush qoftë edhe një të tillë tek ndonjë profet tjetër. Hazrat Mesih ibn Salam thot: Hindut, duke mohuar të gjithë profetët dhe librat e tjerë, janë kapur vetëm pas Vedës. Të krishterët e kanë kufizuar të gjithë mësimin hynor tek Ungjilli dhe nuk e kuptojnë se vlera e çdo libri matet sipas dobisë së tij në përhapjen e tauhidit, pra në përhapjen e njëshmërisë së Zotit. Ai libër që jep më shumë mësim për tauhidin ka gradën më të lartë. Thelbi i një libri hynor është që të përmbajë mësimin e tauhidit. Prandaj, edhe nëse dikush ka të gjitha virtytet morale, por është mohues i njëshmërisë së Allahut, të Zotit, ai nuk mund të gjejë dot shpëtimin. Tani duhet menduar. Tauhidi, pra njëshmëria e Zotit, që është baza e shpëtimit, përmes cilit libër është përhapur më së shumti në botë. A mund të tregojë dikush në një vend ku përmes Vedave është përhapur njëshmëria e Zotit? Nuk shihet asnjë vend. As përmes Ungjillit nuk shihet përhapja e njëshmërisë së Zotit. Madje, ata që besojnë në Ungjill nuk e konsiderojnë të shpëtuar monoteistin. Priftërinjt i hedhin ata në një zjarr të errët dhe thonë se ata që besojnë në një Zot dhe nuk pranojnë tre Zota, do të hidhen në zjarr, ku do të ketë vajtim dhe kërcëllim dhëmbësh. Sipas tyre, nga ai zjarr shpëton vetëm ai që i atribuon Zotit vuajtje, uri, etje, dhimbje dhe mishërim të përhershëm. Pra, Hazrat Mesihu premtuar selam paraqiti një tablo të Jezusit siç besojnë të krishterët. Sikur parajsa e tyre imagjinare tu ndahe gjysmë për gjysmë dy kombeve të mëdha të Evropës, anglezëve dhe rusëve. Sot edhe kombet e tjera janë përfshirë në këto besime, madje është arritur deri aty sa në disa qarqe në Amerikë thuhet se ardhja e dytë e Jezusit mund të jetë në formën e Trumpit. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hazrat Mesihu premtuar selam vion. Dhe pjesa tjetër e njerëzve që besojnë në një Zot të pastër nga çdo mangësi, sipas tyre do të hidhen në xhenem. Qëllimi i këtij shkrimi është ky. Pra, këto fjalë që po shkruaj, qëllimi është ky, që sot në faqen e botës, thot Mesihu premtuar selam, ajo gjë që quhet tauhid nuk gjendet te asnjë grup tjetër përveç umetit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe përveç Kuranit të shenjtë, nuk gjendet asnjë libër tjetër që miliona krijesa t'i ketë vendosur mbi njëshmërinë e Allahut dhe t'i ketë udhëhequr me madhërim të plot drejt atij Zotit të vërtetë. Çdo popull ka krijuar për vete një Zot të sajuar, ndërsa muslimanët kanë po atë Zot që është i lashtë, i përjetshëm, i pandryshueshëm dhe në cilësitë e tij të përhershme është po ai që ka qenë gjithmonë. Prandaj, të gjitha këto ngjarje janë të tilla që nga to vërtetësia e profecisë së udhëheqësit të Islamit është më e qartë se dielli, krejt e hapur dhe ndritshme si drita e diellit, sepse kuptimi i profetësisë dhe qëllimi përfundimtar i misionit profetik po realizohen dhe po vërtetohen në mënyrë të plot në qenien e tij të bekuar. Ashtu si nga veprat njihet krijuesi, po kështu njerëzit e mençur
nga reforma e sotme po e njohin atë reformator hynor. Siç një send i punuar tregon mjeshtërinë e atij që e ka bërë, ashtu edhe nga përhapja e tauhidit njihet ai reformator hynor. Pra, nëse dikush bën një shpik një mjet të caktuar, nga përsosmëria e tij mjeti kërkohet zbulusi ose shpiksi në të njëjtën mënyrë. Ndikimi i tauhidit që solli profeti sallallahu alaihi wasallam tregon madhështinë e tij. Thot, po kështu ka mira ngjarje të tjera që dëshmojnë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte i ndihmuar nga Allahu. A nuk është një ngjarje e jashtëzakonshme që një njeri pa pasuri, pa forcë, pa mbështetje, analfabet, jetim, i vetëm dhe i varfër, në një kohë kur çdo popull kishte fuqi të plot financiare, ushtarake dhe intelektuale, solli një mësim kaq të ndritur, saqë me argumentet e tij të forta dhe dëshmitë e qarta u ambylli gojën të gjithëve. Ai nxori në pa gabimet e hapura të atyre që e quanin veten të urtë, filozof dhe dietar të mëdhenj. Pastaj, megjithse ishte i dobët dhe i varfër, tregoi një fuqi të tillë saqë rrëzoi mbretër nga fronet e tyre dhe në ato frone uli të varfrit. Nëse kjo nuk ishte ndihma e Allahut, atëherë çfarë ishte? A mund të fitohet mbi të gjithë botën në mendje, dije dhe fuqi pa ndihmën hynore? Hazret Mesiu premtull Islam diku tjetër thot: historia tregon qartë dhe në shumë vende të Kuranit të shenjtë përmendet hapur se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u dërgua në një kohë kur në të gjithë botën ishte përhapur devijimi dhe adhurimi i krijesave. Dhe të gjithë njerëzit kishin braktisur parimet e së vërtetës. Ata kishin humbur rrugën e drejtë dhe çdo grup kishte marrë një rrugë të veçantë të shpikur. Në Arabinë e saj kohe, idhujtaria kishte arritur kulmin. Në Persi ishte përhapur adhurimi i zjarrit. Pra në Iran në atë kohë adhuronin zjarrin. Në Indi, përveç idhujtarisë, ishin përhapur qindra forma të tjera të adhurimit të krijesave dhe ishin shkruar libra të cilët u thurnin lavde robërve të Zotit, në atë mënyrë që i përshkruanin si zota dhe propagandonin adhurimin e avatarëve. Sipas disa autorëve perëndimor, përfshirë John Davenport, i referohet Mesiu premtull selam, në atë kohë nuk kishte fe më të degeneruar se krishterimi. Edhe dietarë të tjerë evropian kanë shkruar se për shkak të sjelljes dhe besimeve të gabuara të prifterinëve, pjesa fetare ishte njëllosur rënd. Dhe në besimet e tyre, jo një apo dy, po shumë gjëra kishin marrë vendin e Zotit. Prandaj, fakti që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u dërgua në një kohë të tillë të përhapur të devijimit, kur vetë gjendja e botës kërkonte një reformator të madh dhe kishte nevojë të madhe për udhëzim hynor. Dhe pastaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke u shfaqur, e ndriçoi botën me tauhidin dhe vepra të mira dhe e zhduku shirkun dhe adhurimin e krijesave, që është rronja e të gjitha këtë këqijave. Kjo është një provë e qartë se ai është i dërguar i vërtet i Allahut dhe më i larti ndër të gjithë të dërguarit. Vërtetësia e tij dëshmohet nga kjo, se në atë kohë të përhapur të devijimit, ligji i natyrës kërkonte një udhëheqës të vërtet dhe tradita hynore kërkonte një udhërrëfyes të sinqert. Pra, kjo është mënyra e përhershme e Allahut. Kur në botë ndonjë lloj vështirësie arrin kulmin e saj, mëshira e Allahut drejtohet për ta larguar atë. Ashtu sikur mungesa e shiut sjell thatësirë të madhe dhe njerëzit fillojnë edhe të vdesin, atëherë Allahu dërgon shiun. Dhe
या kur कोई një दवा epidemi पैदा हो जाती है, vret mijëra njerëz, किसी जालिम के पंजे में कोई कौम gjendet गिरफ्तार होती है, një mënyrë तो për आखिर कोई përmirësim आदिम ose वक्त zbulohet në një पैदा ilaç, हो जाता है। बस dhe kur një popull bie nën shtypjen e një tirani, खुदा करे उस सब भूल shfaqet जाते हैं। një njeri i drejtë तौहीद që और e हक shpëton परस्ती को छोड़ atë देते हैं। popull. Në të njëjtën mënyrë, खुदावंद ताला अपनी तरफ से किसी kur बंदे को njerëzit बसीरत e कामिल harrojnë अता rrugën e Allahut और अपने dhe कलाम braktisin और tauhidin इल्हाम से dhe të vërtetën, बनी आदम की हिदायत के लिए भेजता है atëherë कि ताकि Zoti i lartësuar nga ana e tij i jep një robi të tij një mbretësi të plot shpirtërore कि dhe duke e nderuar क़य्यूम है me fjalën dhe shpalljen e tij e dërgon për udhëzimin e bijve të Ademit që të korrigjojë sa është prishur. और बका Në thelb, वजूद आलम kjo का është e vërteta. इशारे है। Zoti, i cili është mbajtësi i botës, që e mban atë आसरे से në है ekzistencë कि आसरे से dhe vazhdimësia e saj është e lidhur me të, फैज़ान रसानी की सिफत को nuk e privon बरकत से krijesën नहीं करता, nga asnjë prej cilësive të बल्कि tij हर एक सिफत të mirësisë अपने मौके पर dhe as nuk e lë atë हो जाती है। të बस जबकि अज़ली papërdorur apo të pezulluar. इस बात पर कतई वाजिब Përkundrazi, çdo cilësi e tij shfaqet në kohën e duhur menjëherë. वो सिफत Prandaj, जो इसके sipas मुकाबले पर arsyes, मजबूर करती है bëhet और e ये बात sigurt तारीख से se për të thyer fuqinë e çdo fatkeqësie, shfaqet ajo cilësi e Allahut që është përballë saj. कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि Dhe kjo është vërtetuar nga historitë, ये आफत nga pranimi i vetë kundërshtarëve दुनिया की तमाम dhe nga कौमों ने shpjegimi i qartë i Kuranit të shenjtë se në kohën e shfaqjes së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, मालूम है kjo fatkeqësi kishte marrë për masa të mëdha që të gjitha kombet kishin braktisur rrugën e drejtë të tauhidit, शिरक të sinqeritetit मौत शिरक और dhe të मखलूक së vërtetës. से निकाल कर Dhe është e njohur gjithashtu për të gjithë se ai që e reformoi këtë gjendje të prishur दूसरा नहीं dhe i nxori njerëzit nga errësirat e ये shirkut निकलता dhe adhurimit të krijesave drejt tauhidit ishte vetëm profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe askush tjetër. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Prandaj, nga të gjitha këto përfundime del se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është udhërfyes i vërtet nga ana e Allahut. Pra, i dërguari i Allahut është ai që e vendosi tauhidin në botë në formën e tij të vërtetë dhe të plotë. कि किस तरह बहुत सारे वाकयात किस तरह आन सल्लम Në hutbet को इशराया करते e mëparshme और फिर हम इस ज़माने में देखते हैं कि अल्लाह ताला के kam बारे में përmendur shumë ngjarje që tregojnë se si ai përpiqej vazhdimisht për vendosjen e tauhidit. तौहीद के क़याम के लिए इमाम Në këtë kohë shohim se sipas premtimit të Allahut, Allahu e ka dërguar të dashuruarin e sinqert të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam për vendosjen e tauhidit. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Sepse në këtë kohë Hazrat Mirza Ghulam Ahmed Qadiani alayhi salam, तालीम, आपका दिल ही i cili është edhe Mesiu i premtuar dhe Imam Mehdiu, ishte një shëmbëltyrë e përsosur e mësimit dhe synetit të dërguarit të Allahut. चुनाचे Zemra e tij ishte तहरीरों e mbushur और आपकी अमली me ज़िंदगी një dhimbje të thellë për përhapjen e tauhidit में चंद एक में në ndjekje të plotë të udhëheqësit të tij. हज़रत मसीह Prandaj, फरमाते në हैं, shkrimet dhe në jetën e अल्लाह tij ताला हमारे साथ gjejmë यही मामला है। shumë shembuj për हमारा këtë, ये इल्हाम prej të cilave मिन्नी बेमंज़िल po përmend disa. तौहीदी और तफरीदी Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam thot: Allahu i lartësuar ka një marrëdhënie të çuditshme me mua. Shpallja që më është dhënë, जो हमारे ख्याल में ti e prej meje në pozitën e tauhidit dhe njëshmërisë sime. मामूर Është një shpallje, जब दुनिया में तौहीद इलाही की निहायत हद तक की गई हो thot është një shpallje i një lloji të ri. Nuk kam parë më parë në asnjë shpallje fjalë të tilla. Kuptimi i saj, sipas mendimit tim, është ky: një person që dërgohet në një kohë kur tauhidi është poshtëruar rënd dhe është parë me përbuzje, bëhet vetë një manifestim i tauhidit. उस शख्स ने फरमाया कि उस शख्स मामूर शुदा Diku tjetër, Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam thot: कि वो तमाम अपने अगराज और मकासद को personit i cili vjen prej Zotit, Zoti i jep një etje të tillë për tauhidin, saqë ai lë mënjan të gjitha qëllimet dhe interesat e tij dhe bëhet vetë një tauhid i gjallë. फरमाया हर शख्स Në ngritjen dhe uljen e tij, në lëvizjen dhe qetësinë e tij, në çdo fjalë dhe vepër të tij, ai mbetet i përfshirë nga flaka e tauhidit. का Çdo njeri ka një qëllim dhe synim të vetin, por për atë person që është i zhytur në dashurinë e Allahut, मकासद से भी qëllimi dhe synimi është vetëm tauhidi i सारी Allahut. ज़रूरतों को पीछे डाल देता है Ai e vendos tauhidin इसी तरह हर përpara उसका अपने मकासद को
अपने मकासद का एक dhe बहुत dëshirave përpara edhe dëshirave dhe nevojave të tij मगर natyrore. अल्लाह ताला ही के इख्तियार में होता Çdo है njeri कि उस तक ka një idhull të या vetin, अपनी उम्र का पहले ही खत्म कर दे। pra një qëllim që dëshiron të arrijë, ख्वाहिशें होती हैं, por arritja e tij është në dorën e Allahut. और दुनिया Ai ose e lejon të arrijë ose ja merr jetën में आया होता है, para se të arrijë. लेकिन या तो अल्लाह ताला उनको पहुंचा देता है या उससे पहले उनको खत्म हो Njerëzit vuajnë për pasurinë, për nderin, për familjen dhe për nevojat e tyre, madje ndonjëherë dhe bëjnë edhe vetvrasje për shkak të këtyre vështirësive. बसा औकात लोग Por ai person që dërgohet nga Allahu पढ़कर खुदकुशी भी कर लेते हैं, e मगर वो kthen शख्स जो खुदा की gjithë तरफ këtë से zjarr मोहब्बत të brendshëm है, उसका यही जोश në dashuri खुदा ताला për की tauhidin, तौहीद के लिए हो जाता për है। njëshmërinë e और Zotit. इंसानी ख्वाहिशों की बजाय खुदा ताला की तौहीद के लिए Ai bëhet i shqetësuar dhe i përfshirë होता है कि मैं समझता jo हूं कि për ऐसे dëshirat e veta, लोग ये अल्फाज por खुदा ताला की तरफ për से vendosjen e अंत मिन्नी njëshmërisë së मंजिलत Zotit. तौहीदी व तफरीदी, क्योंकि अल्लाह ताला को अपनी तौहीद बहुत ही प्यारी है। Mesiu për të Islam thot, unë mendoj se në një kohë të tillë këto fjalë vijnë nga ana e Allahut, ti je prej meje në pozitën e tauhidit dhe të njëshmërisë sime, sepse Allahu e do shumë tauhidin e tij. Pikrisht për këtë tauhid, Allahu ndonjëherë ka dërguar epidemi, ndonjëherë thatësira dhe ndonjëherë përmes shpatës së profetëve të tij ka shkatëruar mira idhujtar për ta vendosur तौहीद के लिए njëshmërinë e tij. Edhe ngjarjet e Mekës dhe Medinës u bën të ndërlikuara vetëm për këtë arsye. Edhe çështja e Musait ishte për këtë tauhid, për këtë njëshmëri të Zotit. ये भी चाहिए कि हर एक किस्म के शिर्क से परहेज हो। Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam, duke folur për shirkun dhe format e tij të imta, thot: duhet të shmanget çdo lloj shirku, as dielli, as hëna, as yjet e qiellit, as era, as zjarri, as uji dhe as ndonjë jetë tjetër e tokës nuk duhet të konsiderohet si e adhurueshme. As shkaqeve të kësaj bote nuk duhet t'u jepni një pozitë të tillë dhe një mbështetje të tillë sikur ato të jenë ortakme të Allahut. As përpjekjen dhe mundin tuaj nuk duhet të konsideroni si diçka të tillë, sepse edhe kjo është një nga llojet e shirkut. Përkundrazi, pasi të bësh gjithçka, duhet të mendosh se nuk ke bërë asgjë. Nuk duhet të krenohemi me dijen tonë dhe as me veprat tona, por duhet të konsiderojmë veten në të vërtetë të dobët dhe gjithmonë të qëndrojmë të përulur përpara pragut të Zotit. Njeriu, edhe pasi bën gjithçka, duhet të përkulet para Allahut dhe të thotë se çdo gjë do të ndodh vetëm me mirësinë e tij. Dija e njeriut ka nevojë për mësues dhe është e kufizuar, ndërsa dija e Allahut nuk ka nevojë për mësues dhe është e pakufizuar. Dëgjimi i njeriut varet nga ajri dhe është i kufizuar, ndërsa dëgjimi i Zotit është i pavarur dhe i pakufizuar. Pra aftësitë e njeriu gjithmonë ka nevojë për një varësi, kurse aftësitë e Allahut janë të pakufizuar. Thot, shikimi i njeriut ka nevojë për dritën e diellit ose për ndonjë dritë tjetër dhe është i kufizuar, ndërsa shikimi i Zotit është nga vetë drita e tij dhe është i pakufizuar. Fuqia krijuese e njeriut ka nevojë për materie dhe kohë dhe është e kufizuar, ndërsa fuqia krijuese e Zotit nuk ka nevojë për materie dhe as për kohë dhe është e pakufizuar. Të gjitha cilësitë e Zotit janë pa shembull dhe të pashoqe. Nëse në një cilësi do të kishte mangësi, atëherë në të gjitha do të kishte mangësi. Prandaj, tauhidi nuk mund të qëndrojë derisa Allahu të jetë i pa shembull në të gjitha cilësitë e tij, ashtu siç është në qenjen e tij. Ky është tauhidi që ka mësuar Kurani i Shenjtë dhe që është themeli i besimit. Sot në ndikimin e kohës lindjen edhe pyetje të fëmijët se kush e krijoi Allahun, nga erdhi Allahu. Ndoshta të rriturit u japin këto pyetje ose ata e kërkojnë vet, por le të dinë se cilësitë e Allahut janë të tilla që ai ka qenë gjithmonë dhe do të jetë gjithmonë, është i pakufizuar dhe ai është krijuesi i çdo gjëje. Askush nuk e ka krijuar atë. Çdo koncept i fundit që mund të imagjinohet për një ekzistencë që është vetvetiu, i përket vetëm Allahut.
Hazrat Mesiu premtuar Islam thot, duhet mbajtur mend se tauhidi i vërtet, të cilin Zoti kërkon nga ne dhe nga pranimi i të cilit varet shpëtimi ynë, është ky, që në qenien e tij Allahu të konsiderohet i pastër nga çdo ortak. Qoftë ai idhull, njeri, diell, hën, vetja apo ndonjë plan apo strategji apo mashtrim, nuk duhet të konsiderohet askush si i fuqishëm përballë Allahut, as si furnizues, as si ai që jep nder apo poshtërim, as si ndihmues. Së dyti, dashuria duhet të jetë vetëm për të, pra për Zotin, adhurimi vetëm për të, për ulja vetëm për të, shpresa tek ai dhe frika vetëm prej tij. Thot, pa këto tre lloje përqendrimi, tauhidi nuk mund të jetë, pra njëshmëria ndaj Zotit nuk mund të jetë e plot. E para, tauhidi në qenien e Zotit. Do me thënë, gjdo gjë tjetër përballë Allahut të konsiderohet si e paqen dhe përkohshme dhe vdekshme, dhe si e tillë gjdo gjë përballë tij është e papërsosur. E dyta, tauhidi në cilësi, do me thënë, cilësitë e Rabbit, pra të Zotit dhe të hynisë t'i atribuohen vetëm Allahut dhe çdo gjë tjetër të konsiderohet vetëm si pjesë e sistemit të tij. Pra, qoftë Amerika, qoftë Izraeli, çfarëdo fuqi tjetër e dynjas, janë asgjë përballë fuqisë së Zotit të Madhërisëm. Nëse muslimanët e kuptojnë këtë realitet, me siguri do të korrin sukses. E treta, tauhidi në dashuri, në sinqeritet dhe në besnikëri. Do me thënë, në dashuri, në përkushtim dhe në adhurim, të mos bësh asnjë ortak me Allahun, por të zhytesh vetëm në dashurinë për Zotin. Pra, siç duhet dashur Allahu, ashtu nuk duhet dashur askush tjetër. Pastaj Hazrat Mesiu ibn Islam vion, në këtë kohë kur Allahu pasi toka ishte prishur dhe miliona krijesa kishin hyrë në rrugën e shirkut dhe më shumë se 400 milion njerëz në botë e konsiderojnë një njeri të pafuqishëm, birin e Merjemes, si Zot. Në atë kohë numri i të krishterëve ishte rreth 400 milion. Thot, dhe gjithashtu, pirja e alkoolit, shturja, dashuria për botën dhe një jetë e pakujdesshme arritën kulmin, atëherë Allahu i lartësuar më dërgoi mua për këtë detyrë që t'i rregulloj këto të këqija. Deri tani, në dorën time, rreth 100.000 njerëz janë penduar nga e keqja, nga besimet e gabuara dhe nga veprat e këqija. Kjo ishte gjendja në kohën kur Hazrat Mesiu ibn Islam tha këtë. Sot me bekimin e Allahut miliona janë bashkuar në xhamatin e tij. Ai përmend edhe shenjat se më shumë se 150 shenja janë shfaqur për cilat në këtë vend ka qindra mira dëshmitar dhe unë jam dërguar që ta vendos përsëri tauhidin në tokë, t'i shpëtoj njerëzit nga adhurimi i njerëzve dhe i gurve, t'i drejtoj drejt Zotit të vetëm dhe pa ortak, dhe t'i përqendroj në pastërtinë e brendshme në drejtësi. Unë po shoh se te njerëzit është krijuar një lëvizje dhe mira njerëz po pendohen në dorën time. Edhe nga qielli po fryn një erë e tillë që natyrat po bëhen gjithnjë e më të prira drejt tauhidit. Dhe duket qartë se Allahu ka vendosur që të zhduk adhurimin e njerëzve nga bota. Për ta realizuar këtë qëllim, janë krijuar qindra mjete. Allahu na i ka dhënë edhe neve dhe përmes pra këto mjete dhe përmes tyre ne bëjmë thirrje dhe çdo ahmedian ka për detyrë të përpiqet për përhapjen e këtij tauhidi. Hazrat Mesiu ibn Islam vion, kur më bëhet pyetja se çfarë është idhujtaria dhe çfarë i bën njerëzit idhujtar, është e nevojshme ta shpjegoj këtë. Duhet ditur se adhurimi është rezultat i besimeve. Dhe besimet e njerëzve të së vërtetës janë këto, se Allahu është një dhe cilësitë e tij janë të përhershme. Në to nuk ka ndryshim dhe as transformim. Nuk kanë fillim dhe as fund. Zoti i vërtet është i përjetshëm dhe i lashtë. Nuk është krijesë që është lindur. Ai është i lartësuar nga çdo cilësi që zemra jon nuk mund ta pranojë. Përkundrazi, zemra jon i njeh dhe është e lidhur me cilësitë e tij.
कौन सा दिल है जो उसकी Ai इबादत ka को qenë gjithmonë një. मोहब्बत से वो एक है और कौन सा दिल है जो Pra उसकी Zoti ka qenë तकलीफ gjithmonë का një. इकरार करता है Cila zemër e mohon njëshmërinë e tij vallë. तो जो Dhe ai është एक një दिल का कोई përjetësisht. इकरार करता है, इसलिए Cila zemër e pranon Trinitetin vallë. इस्लाह के लिए Pra, बोलते siç besojnë të krishterët se ka 3 zota. हैं। शरीयत में जो खराबियां पैदा Një njeri हुई हैं, drejt इस्लाह nuk के लिए mund të pranojë se ka 3 zota. इसलिए ये दर्दनाक Hazrat Mesiu premtuar Islam vjon, unë jam dërguar për të korrigjuar gabimet e Trinitetit. Kjo është një pamje kaq e dhimbshme që më shumë se 400 milion njerëz e konsiderojnë Hazrat Isain si Zot, saqë kjo më ka shkaktuar një dhimbje të tillë në zemër që nuk besoj se ndonjëherë në jetën time kam përjetuar një dhimbje më të madhe se sa kjo. Madje, nëse do të isha i tillë që të vdisja nga dhimbja e pikëllimi, kjo dhimbje do të më kishte shkatruar qyshkur. Se pse këta njerëz e braktisin Zotin e vetëm e të pashoq dhe adhurojnë një njeri të pafuqishëm, dhe pse nuk besojnë në atë profet që erdhi me udhëzim të vërtet, pra në profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjithmonë kam pasur frikë se mos kjo dhimbje do të më shkaktojë vdekje. Hazrat Mesiu premtuar Islam thot, Allahu në Kuranin e shenjtë ka thënë të vërtetën se është afër që qiejt të qahen nga kjo shpifje, që një njeri i pafuqishëm të bëhet Zot. Gjendja ime nga kjo dhimbje është e tillë që nëse të tjerët kërkojnë parajsa ime është kjo që në jetën time të shoh njerëzit duke u liruar nga ky shirk dhe të shoh të shfaqet madhështia e Zotit të vetëm. Shpirti im gjithmonë lutet, o Allah, nëse unë jam prej teje, nëse më mbulon bekimi yt, atëherë më trego atë ditë që nga Hazrat Mesihu të hiqet kjo shpifje, sikur ai ka pretenduar të hynizohet. Për një kohë të gjatë 5 herë në ditë kam bërë vetëm këtë lutje, që Allahu t'u jap sy këtyre njerëzve që të besojnë në njëshmërinë e tij, të njohin të dërguarin e tij, profetin Muhammed, dhe të pendohen nga besimi i Trinitetit. Sot krishterimi në praktik po dobësohet dhe po asgjësohet dhe ideja e Trinitetit ka mbetur më shumë një koncept teorik. Ka shumë pak që e praktikojnë atë, sidomos në Evropë. Ka ende në Afrikë dhe në Amerikën e Jugut. Megjithatë, ata që po e lënë Trinitetin shpesh nuk besojnë as në Zotin e vetëm. Prandaj, për vendosjen e tauhidit, ne duhet përpiqemi sa të mundemi për ta përhapur këtë mesazh. Allahu bëf që ne të arrijmë qëllimin për të cilin ai e dërgoi Mesiun e premtuar dhe të praktikojmë tauhidin e vërtet, të cilin e shpalli Hazrat Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe ta përhapim atë në botë, sepse sot shpëtimi i njerëzimit është vetëm në këtë. Zgjidhje tjetër përveç kësaj nuk ka. Allahu na dhënë mundësinë për këtë. Pas namazit do të fal 2 namaze xhenaze në mungesë. E para është për të ndjerin Khwaja Zafar Ahmed, i cili ka qenë ish emir i distriktit Sialkot dhe së fundmi ndodhej në Amerikë. Ditët e fundit ai ndroi jetë në moshën 91 vjeçare, në lillahi wa inna ilaihi rajiun. I ndjeri kishte bërë vasiat. Vajza e tij Ifta Hay thot se që nga fëmiria ata e kanë parë jetën e babait të tyre që kaloi në shërbim të xhamatit me sinqeritet, për ulësi, për kushtim të plot. Lidhja e tij e thellë me kalifatin ishte një tipar i spikatur i personalitetit të tij, i cili luajti rol themelor në mbjelljen e dashurisë dhe besnikërisë ndaj kalifatit edhe në zemrat e fëmijëve dhe të familjarëve të tij. Kjo është e vërtetë, ka qenë njëri tejet besnik dhe i sinqert ndaj xhamatit dhe ndaj sistemit të xhamatit. Që nga rinia deri në fund të jetës, ai pati mundësi të shumta për shërbim, si kaid në Khudamul Ahmadiyya, si kaid lokal, si emir lokal dhe më pas si emir i distriktit. Kishte një dëshirë të madhe për të shërbyer mysafirët e Hazrat Mesiut të premtuar Islam. Gjithmonë delegacionet që vinin nga qendra i strehonte në shtëpinë e tij dhe i shërbente me shumë dashuri e mikpritje. Në fytyrën e tij dukej një qetësi e veçantë kur ishte në këtë shërbim. Asnjëherë nuk ka folur në mënyrë të papërshtatshme për ndonjë përgjegjës të xhamatit dhe nuk e pranonte që të flite keq në praninë e tij. Nuk lejonte
kritika të tilla पूरी तवज्जो दुआ की तरफ रही। jo konstruktive. Kishte një mbështetje të plot tek Allahu. Çdo herë që përballej me sprova, हमने भी देखा है qofshin në shërbimin e xhamatit apo në jetën personale, ai drejtohej lutjes dhe mbështetej plotësisht tek Allahu. उनकी दुआएं कबूल हुई। Vajza e tij thot se shpesh ata kanë parë se Allahu e ka ndihmuar në mënyrë të dukshme कई साल तक उनके dhe ja ka pranuar lutjet. सब्र और मोहब्बत से इसके उनके पसमानगान में एलिया के अलावा Ai shërbeu और नवासे नवाज gjithashtu nënës së tij për shumë vite me durim dhe dashuri gjatë sëmundjes së saj. Pas tij kanë mbetur bashortja, 3 vajza, nipër, mbesa dhe stërnipër. मीर जिला थे तो Allahu e mëshiroft dhe e falt. पता था छोटी से छोटी जमात जो गांव की थी Edhe nga ana administrative, si emiri i distriktit, जिला के हालात पर बड़ी गहरी नजर रखती ai kishte njohuri për çdo xhamat, ये नहीं कि madje edhe për më të voglat në fshatra. Kishte njohuri për rrugët dhe gjendjen e distriktit dhe nuk rinte vetëm në qytet si emir, por vizitonte स्पेशल ट्रेनें çdo vend. सियालकोट से भी जो सफेद Gjatë Gjelsa Salanës, तो बड़ा kur kushtet ishin të favorshme, organizonte me disiplinë të plot बड़ी मोहब्बत करने वाले trenat special nga Sialkoti हमेशा इखलास और वफा में pra në Pakistan për pjesëmarrësit. Ishte një personalitet shumë i dashur, मुखरत फरमाया plot sinqeritet dhe besnikëri, dhe një njeri shumë i përulur, siç u thash më parë. खालिद साहब Allahu बुकीना e फासो falt. के हैं मुकामी एमडी Gjenazja e dytë është për të ndjerin Idrago Alido nga Burkina Faso, një ahmedian vendas. Ai ishte në shërbim ushtarak काफी dhe së fundmi तय हुआ है ishte i vendosur në një fshat në rajonin e Ayogia, ku ka aktualisht trazira nga terroristët. Më 3 mars, gjatë detyrës, ai u vra në një sulm terrorist dhe ka rënë dëshmor. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 2007 में उन्होंने अहमदियत कबूल की और Ishte 40 vjeç, ishte një shërbyes, pra një khadim ose nga khudamët के खानदान में të sinqert i xhamatit. Ai pranoi xhamatin Ahmedia në vitin 2007. Ai dhe bashortja e tij ishin të vetmit Ahmedian në जमात और खिलाफत से familjen në fisin e tyre. बड़े नेक इबादतगुजार मुखलिस Misionari rajonal Saadet Sahibi thot se i ndjeri ishte një antar shumë aktiv i xhamatit, me lidhje të thellë me xhamatin dhe kalifatin. Ishte një i ri shumë i devotshëm, adhurues dhe i sinqert. Kishte shërbyer edhe si kaid i Khudamul Ahmedia. Ishte i rregullt në pagesën edhe të kontributeve të çandave, pra dhe merrte pjesë me përkushtim në programet e xhamatit, pavarësisht detyrës në ushtri. Merrte pjesë çdo vit në Gjelsa Salana të Burkina Fasos. तो वहाँ एक काफिला आया था बुकीना फासो Sille me respekt të madh ndaj misionarëve dhe mualimëve dhe i ndihmonte ata. Në vitin 2008, gjatë udhëtimit tim në Gan, साइकिल भी ऐसे हमारे जैसे यहाँ के नहीं होते në një grup khudamësh pra të rinj nga Burkina Faso kishin udhëtuar me bicikleta किलोमीटर का सफर mbi 1000 kilometra për të marrë pjesë në Gjelsa. Bicikletat dhe rrugët हमेशा जलसों में भी है ishin në gjendje shumë të dobët, nuk janë sikur kemi ne këtu, por ata përballuan këtë udhëtim të vështirë, mbërritën në Gan dhe më takuan. Edhe i ndjeri ishte pjesë e këtij grupi ciklistësh. Në fakt shpesh udhëtonte me bicikletë për në Gjelsa. Misionari lokal Sampuri Abdul Rahman Sahibi thot se ai ishte gjithmonë i gatshëm për shërbim për xhamatin. Sa herë që thirrej për ndonjë detyrë, përgjigjej menjëherë. Në Gjelsa Salana dhe në aktivitetet e tjera organizative punonte me përgjegjësi të plotë. Për shkak të përkushtimit të tij, njerëzit e quanin edhe si mualim i vogël. Madje काम नहीं मिला था ai punonte më shumë se shumë mualim të tjerë. मैं गरीब हूँ और जमात की तरक्की में किस तरह हिस्सा ले सकता हूँ Kur nuk kishte ende punë në ushtri, ishte i shqetësuar se si mund të kontribuante në përparimin e xhamatit nga që nuk kishte të ardhura. Por kur u punësua, filloi të kontribuante financiarisht, pra të jepte rregullisht çanda. Kishte lidhje shumë të fortë me xhamatin. Kudo që transferohe, spari kërkonte qendrën e xhamatit ose xhamin dhe merrte pjesë rregullisht në namazet e xumas. Pas tij kanë mbetur nëna, bashortja
një djalë dhe 2 vajza. Allahu I lartësuar e falt dhe mëshiroft. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.